është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje dhe sot për krejt të gjuesit tanë, për krejt shikuesit tanë ngudo. Ngudo që ndodhemi. Që shta thonë nga do, se ku do dhe dojnë ngudo. Nejse, me këm të jo të mbare njësa. Me këm të mbare ke fillu. Me këm jo të mbare. Ajni mirë që shjeni. Kolego i më i ri vazhdo. Ej, përshëndetje edhe për juve ngundon që i ndodhen në këto momente. Edhe juve që jeni ndën vetura, na tregoni për ato pjesë më të ngarkuara. Po, nga ky moment mundi më na tregu foto, më na tregu për pjesë më të ngarkuara se ku ka kolon 049978978. Ndërsa po kena ju prit edhe po të las ka lidhje. Po të las, tash ta kanë qita ty Fiona, ne I thash mos ti lodhe këta regjis. Po me mua Arsim Limanin dhe me Fiona Xhema Troshupën, minutat në vazhdim keni me u shoqëru. Edhe sot është një temë të cilën e kemi përzgjedh për ju dhe ajo është ndën. Çfarë do të bëje ndryshe nëse s'do të kishe frikë? Amo, bënu të sinqert. Mos bëni tash kështu ju nuk keni frikë nga asgjë dhe nga askush. Po, veç çadin. Jo, bënu të sinqert, me tregu, domethënë, çka kish I bën nëse s'kish I pas frikë? Diçka ndryshe. Shumë përgjigje, kështu që as nuk po janë nisi bile me kë. Që s'ka njëri përgjigje për këtë farë. Hiç domethënë as nuk po janë nisi anej se kam shumë përgjigje. Cila është tash nuk po I vjen me 100 pengcim, po secili e njohim veten, edhe e dim që ndoshta do të kishim shumë më shumë sukses ose shumë më shumë të arritura ose komplet tjetër linjë të jetës nëse nuk do të kishim pas frikë në një moment të caktuar. Jo përse se ndroj punën se po frigona që nuk e gjej, ma adin është njëna prej frigave që mundet me qenë. Këtu nuk e kam, se I di që adaptona let edhe mësoj let. Po dikush mund me pas jo. Po dikush e ka, jo dikush po shumë ka që e kanë. Sikur mos te kisha pas, a dëgjojna më këngën e parë, veç pe them një foto të parë që ka arrit në këto momente. Nga Luli, Lul Pasul. Na ka tregu se ka kolon nga Brescia në drejtim të Fushë Kosovës, pra është pjesë e ngarkuar në këto momente. Ti erdhe. Kjo është kënga e parë që e hap emisionin për ditën e sotme dhe këndohet nga Casey Tola. Në 97 veç kam filluar pra me arrit informata rreth komunikacionit, po të njëjtën kohë unë du mi ju tregu paraprakisht se ku mundri me gjetë çmimet më të mira tek Petrol Company në Fushë Kosovë. Edhe sot I keni super çmimet, 1.22 e keni litrën e dizellit, 1.21 e keni benzinën dhe mos harroni që boni edhe pjesë lodhësh për lyse kur e rimbushni makinën me vlerë më shumë se 10 euro merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona. E kështu me radhë, 1.21 dizelli, 1.22 dizelli, 1.21 benzina. Mos të përzit tek Petrol Company në Fushë Kosovë, pe dini ndalit Fushë Kosovës aty. Hajde telefonata se është na prit. Alo, përshëndetje. Niti, edhe kështu. Përshëndetje. Çazim. Hajde Çazim, ç'është kemi sot? Kum fon, s'ka nevojë me tal shumë mikrofonesh. Vjen mirë, Çazim, pyetja për sot tema është kështu. Çka do të bëje ndryshe nëse s'kishe pas frikë? A të ka ndalu frika me bë diçka në jetë? Po, nuk e fitu. Me bëho ta të porat të asisën. Dhe më thonë? Ndëhes. Okej, prej frikës? Po. Okej. Me da pëtu të si pëbi. Okej. Faleminderit shumë Çazim që na telefonove, faleminderit që je gjithmonë me ne. Faleminderit. Koment këtu cim se është çështje shëndetësore dhe nuk. Po, edhe nëse vish punë frike, edhe tut është po morcu, atë unë Fiona këna me të majt. Enza home për juve që nuk keni frikë, domethënë me I përzi ato stilet në shtëpitë juaja, për juve që doni me kriju vetë stilin tuaj, mundeni me shku me zgjedh mes divaneve, dhomave, xhumit, tavolinës, ngrënie të ndryshme, e kur ti përzini krejt keni me përfituar deri në 50% zbritje tek Enza home që gjendet në Çaklavis kilometrin e 6 drejtim Ferizajt. Se po më thot Fiona mos I thuaj Ferizaj, ç'shtum ka thonë tash Ferizaj. Qasja për tek autostrada në Fushë Kosovë është me kolon gjatë në këto momente.
Qasja për tek rrethi i Çaglavicës po shihet e ngarkuar me kolon. Pastaj rrethi me flamur rrethi i spitalit Dhana Sjelltas me kolon dhe e ngarkuar është pjesa nga nënkalimi poshtë Veternikut deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Pastaj me kolone keni edhe rrugën Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë dhe informatat e radhës që kemi pranuar 04998 për juve që jeni në vetura, vazhdoni dhe na mbani të informuar, na tregoni për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi të njëjtën kohë, po i shoh që po dërgoni mesazhe, po mesazhet pe dini i lexojna veç mas orës 17. Atëherë mundeni me na ndëgjua dhe kena me lexu krejt mesazhet që i dërgoni ju, edhe du me përshëndet Asbiun që gjithmonë me mesazhe, po me na telefonu pak më radh. Se di pse s'po na telefonon, ko ma përpara na telefonoi ki Asbia. E kove të fundit pak më radh po na telefonon. Po mdoket po ka frikë me na telefonu, ha? Ja, s'besoj. A ju s'pedi jo, ne? Nuk Shumica e dëgjuesve e kanë atë përshtypjen që me lon pak radh, mos më u bë të tepërt. Është një lloj, mendoj një farë kompleksi. Ja. Po si do që tjetë, na kemi thonë, nuk e pranojmë asnjënit për juve që me u tërhek nga telefonatat në emision, nëse mendoni që jeni botë të tepërt, se na jemi këtu për juve. Edhe ju jeni atje për neve, kështu që të tepërt nuk kemi asnjëherë. Që Berati e ka dhënë një përgjigje shumë të mirë, Berati kena vlerësuar këto tonë në pjesën e dytë. Po domethënë është një prej frikave që krejt e kanë menje çto, edhe e pres si përgjigje gjatë emisionit. Se krejt vish për frikë lojnë po mdoket, se lojnë për diçka tjetër. Për çka është? Ja, s'po foli, deri në pjesën e dytë nëse sa pas kërkosh, është mendoj që të paktën një herë në jetë i ka shku mendja një njerit për me boç ato që kalon pi frikës. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. O, përshëndetje edhe për ty, si edhe si kalon Abedin? Mirë, faleminderit, Abedini. Po qysh Spedina? U gëzofshit gjithmonë. Faleminderit Abedin. Qysh e ke pas ditën sot? Vallai mirë u kon shëm. Po më vjen mirë. Me kon pranverë. Po më vjen mirë, edhe këtu është koha është e mrekullueshme, sot ka diell, edhe ka qenë qysh prej mëngjesit, edhe kanë qenë temperaturat shumë të mira. Çfarë kishe bën ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Unë frikë s'kisha pas asnjëherë nëse ka vullnet. Po do të thonë çdo kont e bëllogut ose mbetorinave i kisha larguar prej qytetit secili me shtinë në për shtëpiat veta. Ja, ti me po diçka që s'kishe pas frikë, se kjo është punë tjetër, kjo është domethënë veç vullnet dhyn, se kur gjë tjetër. Po as frikë s'kisha pas. S'kishe pas frikë me marrë një vendim tillë, nëse ishe kon kryetari një komunës caktuar. Okej. Vetëm ordnes me dhonë dhe s'ka tjetër. Okej. Faleminderit shumë Abedin, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme. Ju përshëndes. Faleminderit Abedin. Ka prej atyne që definitivisht nuk udhtojnë me aeroplan, fion shkaku i frikës. Ameti deri vonë s'ka udhtu, edhe e di që ku na pa tregu që ku udhtu dhe tha, sa kisha bone që s'ku udhtu, po vike ka 7 motor me kjarë, për Kosovë prej Gjermanisë, për ndryshe drejt Gjermanisë, Vizës, Sloveni, Suedis, Luksemburgut, Parisit dhe Dhana Sjelltas, me operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës, me prishtinaticket.net me udhtu, nëse doni me marrë çmimet më ekonomike, edhe mos me pas frikë, domethënë, me u ndjesh shumë komod, edhe nga një staf i mirë i stewardezëve aty, mi u prit, po folin shqip, tash ke pa përshëndetje, mirë se erdhe, so mirë po më vjen. Nëse. I kanë mësu pak. Jo, edhe ka shumë shqiptare. Ka shqiptar, po ata që janë mësu me përshëndetje të secilit qytet. Po presin me teme enorme, që telefonon. Mos e të pratash. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Osa, qysh je? Mirë, te qysh je? Mirë, faleminderit, ke telefonu moti. A bëna dëgjon? Po. Hajde tregom çka do të bëje ndryshe nëse s'u se rritëm. Nëse s'do të kishe pas frikë. Po, nëse s'kisha pas frikë, isha shku në Gjermani me aeroplan, po kam frikë. A dhe ti ki frikë nga aeroplani, se vesa e përmendit cimi. Pse? Pesha ata po guzoj me shkuë. A ke hyp ndonjëherë, a ke provu si eksperiencë? A ke përjetu? Njëherë jam hyp, po jam tu shumë. Edhe mua nuk guxon, a? Inshallah s'bjan nga të me u punë që si raste. E me ditë që tu të është me aeroplan, se po t'ka udhëj.
Nëse fluturimi të bëhet 5 minuta tani. Po jo, do e harron që je në aeroplan. Jo 5. Pas çiftin e civit over. Mo kur. Jo, si aja kishte hub kohën pa. Po qysh jo. E kishte Po ka dhe për aty që të acarojnë domethënë, për muhabeteve, zhurmave, vërtimave, domethënë, edhe në këtë metodë harron që je në aeroplan. No, çmbret. Pas mos të kufizo veten kështu. Atë je zbulu për diçka aeroplanat. Shfrytëzoj masi i kemi, si janë mrekulli e vërtet. Hajde haso, jepi gaz Mustanin. Hajde të përshëndesim, faleminderit. Faleminderit. Hajde. Edhe kur të shkojsh mos haro me marr internetin e IPKOS me veti në art treni. Në kohë sakt po vjen 4:13, 4:14. 15 kanë herë, po vënohet ka pak. Rrall. Nuk e di është i sakt. Po i sakt është. Në shta nuk është shqiptar, shoferi. I sakt është. Jo, më ku më nditi kojtë. Më ndodh që 2-3 minuta në Japonia disa ministri transportit në rrot atje. Sa dorëheqja. Po sa dorëheqja. Kudo që shkoni mos harroni me marr internetin e IPKOS me vete. Keni pako për rajon, keni pako për Evropë, keni pako edhe për Amerikë nëse vendosni me shku atje. Kështu që hyni në website të IPKOS ose edhe përmes aplikacionit. Përndryshe ju që jeni me parapagim, përdoruesit me parapagim, e keni një ofertë shumë të fuqishme dhe fleksibile nga IPKO. Keni tip mini, tip super edhe tip max. Thjesht nevojës se sa minuta keni nevojë, sa SMS, sa internet, e keni një kod shumë të lehtë për secilin pako, kështu për më mirë është me hy në IPKO edhe me pa të gjitha ofertat. Alo, përshëndetje telefonata. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Lirim, nga na telefonon? Ka Franca. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit. Po më vjen shumë mirë Lirim. Çka kishe bë ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Nëse s'kisha pas frikë. Nëse s'kisha pas frikë, kisha shku na për pushime, kisha dal vikendem. Do thonë se ka. Edhe isha shëtit, po frika me kam pi gruqës. Po të kuptoj, do më thonë, vish pi frikës je të elon se këtu i kishe bo, çdo të premte të shtunë ishe dal, kishe shëtit, ishe shku mi po do vendet mira. Ama krejt këto vet, a? Vet. Aha, okej, për çato. Po vet. Tash edhe po të kuptoj. Amo do më thonë pi frikës pelan. Çdo vikend, s'kisha mujt me shku kështu na pushimet larta, a dhe gjata. Po dhe që aty dikun ofër. Këto po, se ma kish hit mund Ferizajt Francës. Po, Ferizajt Francës. Kisha dalët Okej. Mos e pas frikë. E tash po kam frikë, po do të mendoj se shtëpia. Rrete shtëpia ma mirë, vazhdoj e kitë frikë. Qapo me ka keq. Është frikë e përjetshme. Atë si e ka. Me në shkrim. E ki bas vetit o njetër edhe masi na kotët tjetër. Po, në përsa. Po, pra. Faleminderit shumë që na ke thirrë edhe ke i mrekullueshëm. Faleminderit, po shëndet. Të fola krye shqiptarëve në Francë atje. Hajde, ka a u shashtu? A duhet me thonë? Që erdhë një përgjigje dhe shta kumplit, po këto tjetër në lo, e pe e lexove që ta shkuva përgjigjen. Jo, që rësha. Okej, e këthej apet, jo e këthej se u shku përgjigje, e kum fshi me gum. Kolon e madhe nga Vetërniku lart, kolon deri tek rrethi, jo nga Vetërniku lart, nga gjysma e Vetërnikut më saktësisht, deri tek rrethi, po mos se foto që shu ardhe dhe që shu shkru. Deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Kolon ka dhe rruga Agim Ramadani nga udhkryqi Menzës për tek komuna. Këtu janë informata që kanë arrit në 049978 për juve që keni pas frikë për me bleni vetur 3, se jo atë na ja vlen me ble, jo ashtë anek ne, para se me vendos me ble çfarë do veture, merrni një vendim, shkoni deri tek Toyota, tek Auto Trade, edhe shihni vetura Toyota, merrni familjen edhe zgjidhni cila ju përshtatet më shumë të juve, edhe bleni veturën Toyota pa frikë sepse e keni me 10 vite garancion. Sa ka e blen 3 tani s'ka garancion, për çfarë ta kam frikë. Për këtë s'keni nevojë me pas frikë për 10 vite të ashme se ka garancion. Edhe bollosht, le të bën 10 vjet, domethënë ai bën një sa. Bollosht. Alo, përshëndetje. Për kan. Alo. Po dëgjohesh me shumë ndërprerje. Kush telefonon? Dëgjose ka Podjeva. Hajde dëgjose nga Podjeva. Tregon atë çka kishe bën ndryshe nëse s'do të kishe pas frikë. Po na hipi në avion për Gjermani, për vitrikë më shku. Ki me shku në Gjermani për vitin e ri.
Edhe? Për çka po ki frikë? Për 2 orë më rinë në Gjermani. Knaqna. Për çka po ki frikë? Okej, tash çu po i bën për çka kishe bën ndryshe nëse kishe pas frikë? S'kishe pas. Nuk frikëna për sënzit. Okej, faleminderit. Tonk. Fala Gjermanisë. I shkon mirë me bollën një ditë kështu me lani temë lirë. E kena bën një ditë atë kujtohet. Jo se kena bo. Edhe të pata propozu me bo ma shpesh. Ne. Se ka një herë është mirë çka do që kin mendje me thonë ose çka do që të vjen, se secili është të përjetu diçka në këtë moment. Thuaj tani ose është për gjithmonë, a din që është ajo. Thuaj tani ose është për gjithmonë. Çe shkruaj ti? Jo ti shkruaj. Thuaj tani ose është për gjithmonë, të premtën. Menoni deri të premtën. A bojna jo prej nëntorit? Komplet nëntorin. Jo, më çfarë? Çdo ditë më. Alo, përshëndetje. Alo, mirë dita, puna luaj një morë. Puna mora e lofti, si kalon? Mirë jenë edhe mirë po kalojmë, po ju? Mirë, faleminderit, edhe na mirë jemi edhe mirë po kalojmë. Ja kështë pas hitni tem bashkë për burra. Po një me, çka je tu thonë? Ja, që atu, unë si tash ta erda, edhe visë një bëj këto. Ha? E kështë kudzov, qështë ke edhe herë kudzov? E për koncentro, qështu s'po koncentrosh? Qa kishe bo ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Nëse s'kisha pas frikë, ka martu edhe herë. Çka je tu thonë pi frikës Pelena? Se normal, ashtë e kësi orehen për gjithë nuk kam. Frikës t'kujna? Grus. Atë grus, okej. Faleminderit, kalov shmirë. Faleminderit, kalov shmirë. Jo, vishtash mos ki frikë, na kujna tjetër zë. Hajde tung kalov shmirë edhe ti e pas një pasditë të mrekullueshme. Se do më thonë thap kështu, nuk pelo, po veç pi frikës. Veç pi frikës, okej. Ja, pi frikës mos e le. Ja, bile për diçka. Alo, përshëndetje. Arsye. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Eder. Naimi për Zagrebit. Çish je Naim? Prej Zagrebit atë? Nga Zagrebit, ha? Po, mirë faleminderit. O mos tani kush ka braj telefonuesi se gjithë po harroj që ne gjati nga peja që do të ëndër kam shkollën janë në Dubrovnik. Nëse çfarë? Veç hajdeni. Jo se shtrajt. Kena një që është shtrajt. Pse bre keni shtrajt çat shumë? Sot çashtet jo. Ajo. Kosova dhe mashtrajt ishin disa. Ta njefshat mirën, bravo. Qëre, për do qytete evropiane, edhe unë e këmë thonë që Kosova shumë e shtrajnë, në çdo aspekt. Për Kroaci nuk e di. Kom dëgjuar që është vend shumë i shtrajt për t'jetu, sidomos edhe për turistët nga Ballkani. Zoni pa lidhje, a s'po vin Prishtinë? Hajde në Prishtinë, provoni ju kallzojnë tani e përmendni Zagrebin jo. Diaspora dhe pak s'kan me na ardh definitivisht se nuk kam ja uqit mo. Jo, vim vish kur vin domethën morrin kredit. Jo, nuk rrin më një muj që shka najt, por rrin janë javë, 2 edhe. Ata vin për një muj, mos rrin. Nëse kthehemi në tim. Jo, na vin pak më shpesh, rrim më pak, por vim më shpesh. Okej. Çka do të bëje ndryshe nëse s'kishe pas frikë? O, vallaj, që ta politikanë të ishi kisha shtin bërë, krejt mos më tut që më rejë armen zema, krejt në bërë kisha shtin. Okej. A na ke ndjek ma herët si emision, a na ke dëgju? Jo, vallaj, rasti sot dy post. Ma mur mendja për që ato edhe së reagum se zakonisht në emisionin ton për politik çka ka të bëj me politik, e kanë X prej neve. I kena orën e parë kemi kështu ekskluzivisht për me u kënaq me muhabet, na me juve, ju me neve, kështu që ata nuk i përmendim fare. Kena çun xhau. Okej, mas mirë të heq pas më përmend. Kështu që heq. Hajde edhe një shans, Nëse s'kishe pas frikë diçka ndryshe çka kishe bën? Lej ata. Vallaj, s'po di, se frikë kam heq për kur gjë, pasha zotin se kur kesh kuj si kom bo. Okej, je tipi gozimshëm, domethënë, çka do që ja ke mësy, e ke bo, e ke provu. Po, përveç që e kom provu, besoj që ja kom dalë. Okej, shumë mirë. Faleminderit shumë që na ke telefonu. Të presim prapë. Okej, kalofshit një. Hajde gjithat mirat. Swiss Diamond Hotel Prishtina për juve do me thonë që keni frikë a din notin. Se ka dikush që ka frikë notin. Është një metodë mirë me mësu notin në Prishtina. Një 14, një 16 aty. Po shkon e mëson notin, ka dal të e mësu dhe verës je gati. A më Swiss nuk dal për shka qeni? Plus edhe ato spat e mira vëzd për din. Edhe një Japoniset spa se Fiona ka qef. Mos harroni edhe për çfarë do eventi që keni me organizu që po vjen fund vitin, Swiss Diamond Hotel Prishtina 038-220000 për çfarë do rezervimi që keni me po. Alo, përshëndetje. Nuk e di Swissi sa zarot ja kena qit dhe i sot. Plot, po e di që aty nalët, tani që ti sot dushti. Kush na ka telefonu? Arsim Bedria nga Zita. Ku je Bedrie, ku je moj Bedrie? Çka po bën?
Kefe ripi u këqyë juve. Po më vjen shumë mirë o Bedri. Qa kështë bo ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Ish bo modele. U ish bo gjaki dengu. Po të ish bo modele, unë e di për që ta. Tjetër qka kështë bo? Po modele po që po ish bo gjaki dengu. Për çfarë arsye qa kështë bo? Shumë e mirë në kisha vra, bre. Mo bre, më shko që ka zi, mo shko, mo bre Bedrije. Valoj, po. Bre, ta pas ka, po më do këtë Po dikush, Vishburgit e pritaj, se kur gjo qeter. Do më thonë Vishburgut. Se kështu, mo bre Bedrije, mo. Po ushim 3 dite, ushtrime, me ledzu, me fejnë. E isha bo modele, adi mos me pas frikë, nejse. Gjip vra, po as vam nuk I zanë veri o tëtë. Okej, faleminderit shumë se po e bone Halloween. Tung kalov shmirë. Halloween I gati, Kështë me ta boni asë pra pa vje. Që unë për shembull merr një përgjigje në vend kësaj që tha Bedria Cim, kisha thonë mos me pas frikë ka njëherë që I prishim raportet, që I dhnohemi, që me thonë gjithmonë ata çka e mendon. Po frigat nolë që to. Frika ju. Frigat nolë. Frika që ku me di çka bëhet. Po edhe që ku me di çka bëhet, nolë. Që I humb njerëzit e dashur kanë njerë, ose persona të afërt. I hub. Me thonë gjithmonë ata që ka I kinë mendje. O shumë e vërtet, po tani me thonë nese, a mo frigat ta nolë. Frigat ta nolë, po pajtona me... E kom një skenar shumë të mirë. A vi shkrepe. Ja, po të tezë. Okej. Pajtona me tezën tane. E dua shumë. Okej. Hej, kom një skenar shumë të mirë për një film. Çka jetë Bashkë me qitë tim. Merresh telefonat. Merresh telefonat. Do shtam një dikush prej QKK-s. Prej qendrës kinematografike. Kom një skenar shumë të mirë për një film me temën e tillë, kështu që çeni të interesuar, veç pa voni një telefon. Mos e ka. Ja, diçka kish dal një film me një person që çat ditë Jim Carrey më duket e ka pas një film ku I ka pas disa pjesë që nuk mundet me thonë. Po çfarë filma? Edhe po bëj. Alo. O mani I bën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Nua. Hajde Nu, çush je? Shumë mirë. Vjen mirë. Edhe na të përshëndesim. Nu, nëse nëse ish pak. Nëse s'kishe pas frikë, çka kishe bën ndryshe? Çka do të bëj ndryshe nëse s'do të kishe frikë? Se I ka me të skenari. Po, te filmi. Po si e adhuroj boksin shumë, po mos me shpem pas frikë që avu bokse. Bravo. Ose karate. Po. Qa ka të bëj me? Nejse më stani Bedria. Nu, të përshëndesim. Faleminderit. Hajde gjithat mirat. Unë nështa isha bo tenisere. Mos me pas frika? Po. Me thonë, ajo është sporti maj mirë më poq. Shumë elegant është. Po, që shullin ato. E sen ato klithma të leta. Po, anis, s'ki qare, edhe njën ato farë. Po, e shpirë të shtaj. Tapat e shampanjave, herë pasere, tup, tap. A di që I hapën, o çfarë sporti është. Vesh aristokratë, qa si familjet kategori? mbretërore, që ata vime të sy. Qa t'jen altu, më thonë, krejt. Edhe ti me një top që kaq. Pah! Edhe une që t'je poshtu angër fara. Të një veç farat. A më vishë zeza me kërë. Po, dhe poshtu aty edhe një pë. Ate pa, shampanjat, a mu kejt farat. Edhe familja poshtë me fara. Do të zeza, do të kungull. Ate maresh matje. Edhe ne gjigim qaj. Alo, përshëndetje, tu I nëzirë qipsat piqonës. Alo. O, s'po ndëgjosh mirë eq. Dil nga punari. Kastaneu thash. Fatmirë, si kalon? Mirë shumë, ditë me diell për qef. Është një perëndim I diellit shumë I mirë në Prishtinë që në Fiona jena aty e shiun këto momente, do të thonë është I mrekullueshëm. Hajde tregona çka kishe bën ndryshe nëse s'kishe pas frikë. Po ti veç e përmenet, ditë që jam të thirrën edhe me të kallzu që tutna me hin ujë ta I liçeni ku ta kum çun foto. Do të thonë shkaku I notit, a? A kishe pas shef një herë kështu mirak put? Jo, shkaku I notit kë kish çap, çam I bë ujet. Po te ujet? Që aty të frika së më kalon me hi. Ja më sen nëse s'de në të mirë më sen. Se s'ban. To nga dhonët përshëndes, ty kalofsh mire pas një pas ditët mrekullueshme. Ka shumë njerëz që fatkeqësisht për fobisë ujit nuk e shijojnë natyrën sa dohet, nuk e shijojnë prekdetin. As bia po ankot, po thot pirras di sa herë s'po mbane s'diçka. Edhe nuk po të besoj diçka po hajt. Për ta zbese ka dalë zbese ka dosta këto, ka dosta. Para se me marr telefonatën e radhës me Fionën, ju tregojmë ku janë pjesë më të ngarkuara nga informatat që kanë arrit.
na tregojnë për pjesën hyrjen ose qasjen tek autostrada nga fshati Vragoli, pjesë shumë e ngarkuar. E ngarkuar është qasja për tek rrethi i Çaglavicës me kolon shumë gjatë. E ngarkuar është pjesa nga Vetërniku deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Këtu janë informatat e radhës që kanë arritur në 049978 Vazhdoni na mbani të informuar për secilën pjesë komunikacion kudo që ju jeni. Kështu imagjinu kolonën prej ka deri ku edhe sa rrotje në ndërmjet që pas ka kolonë. Lezetshëm. Shumë. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Hasbiu, nga Zvicra. Edhe një emrin? Hasbiu. Hasbiu. Oh, ajeti çaj që... Ajeti, po. Ajeti. Hasbi ajeti. Jo, ajeti që jam çaj. Çaj. Që porët si ma reklamoj, tha po tu dhe tha ka frikë më thjerë. Ma pra. Edhe ta shtoj për me nga të regu që s'është të vërtet. Hajde Azbi, qëfar përgjigje ke donë? Qëfar përgjigje ke donë marët? Nuk kam frikë, po pe frikë ka lënë nervozitet. Qka do të bëje? Nja 57 e vashë provo hash basëm rrug frikë tani ka lënë nervoz. Okej, tregona përgjigjen përveç kësaj. Dëgjoj, bashkë me të vërtet është e me mirë, se frikë është i vetëm jasen që nuk ka kokrën e shërue. Okej. E vetëm jasmundje që nuk mund e shëron. Kjo pe trupit njeriu, këtë vetiu pe gjakut njeriu vjen. Shumica e njerëzve me një pe përmen në aeroplanin. Unë për vete... Varet çfarë frike, se ka terapi, ka metoda. 10 vjetë ku mbajt frikën, në aeroplan 10 vjetë ku mbajt për bodihova. Edhe nuk të është largu kur, do më dhëmë për 10 vjetë. 10 vjetë si qipsha, isha me shoqen edhe me fëmi, dhe ishin babi qa kia fëmija, dhe isha po qash bukur po vjen, qash lezet dhe që drëllësha. Po emocionona. Edhe a e kete kalu këtë frikë? 10 vjetë e pojta e shë në kotë. Po është tjetra definicioni. Njeri mu se pas frikën nuk le gjo pa bor njeri vi keq. është fjalla. E për të mirë? Për të mirë do të njëri ka njerë ka dhe diçka për të mirë që do në me bo dhe ka frikë për me bo. Ajo një lojë smundi është. Po, është do më thonë vete kjo. Dikush ka qef me ullshu me parashot edhe e len ullshuot me parashot shkoku i frikës. Si, mëse zloti ma dhe përse kam telefona më thonë është ose Asbi, falimderit. Ose me atë litarin. Falimderit, kalor që mirë sukses e urime. Fala krejt shqiptarëve atje. Nuk është pasojat që I mendon, po thjesht frika. Po vishë e mendon njeri atin qysh. Veç frika. Piona e merr një ditë pinatit e bëj. Unë e komposht frikën tim. Frikën e lartësisë. Qëra? Nëse pak a shumë është njëjtë si Asbiu, nuk e komposht, e kom provu. Jem traumatizu edhe mo nuk e provoj kur. Pse po thu? Kur hiq. E kom provu. Si e hyp në herë kështu për me mulshu me parashota? Jo me parashut. Alo, përshëndetje. Diçka ngjajshëm. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Seferi. Ku je Sefer? Që valla që të këshir, u knoqa me juve. Çka po bën aty? Faleminderit. Programi më i mirë që ekziston. Faleminderit shumë. Sefer, çka kishe bën ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Dejte më la kuqe e kësha këthy po finin në Tardani. Ka jetë, të thonë, vish për frikë Pelen, ha? Vesh për frikë edhe për armatim dyjat. Nejse. Diçka tjetër? Se po kena qef pa lufta, pas që se po kena qef pashe, be diçka mirë. Jo, pa luft shkon, nuk shkon aj, që taj me thonë, hajde se ju, t'ja është merre. Hajde bujrën, po. Qka tjetër? Qa tjetër, s'menaj ju me keq. Jo, s'po menon keq, ti shumë mirë po menon, po thëmë diçka tjetra ki, së na s'po thujna keq. Tjetër, po di tjetër qka. S'ka diçka tjetër. Okej, në regull është, ajo është në regull. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Ju përshëndes. Faleminderit. Isha bu police? Nëse s'kishe pas frikë, ha? Okej. Po shkoja dhe në Albi Mall, pa frikë, ka dal. Ju që jeni në linje telefonike, po na pritni vetëm pak, sepse I kena me pas çka ka atje.
Po rikthehemi në 049978 po vazhdojmë po presim informata rreth komunikacionit, po ju presim edhe me telefonata, me na tregu se çka do të bëni të ndryshe nëse s'kishit pas frikë. Për juve që doni me marrë çmimet më të mira derivateve, mos harroni me shku te Petrol Company në Fushë Kosovë, 1.22 e keni për litër dizelin dhe 1.21 e keni benzinën. Përveç kësajna, ju boni edhe pjesë e lojës shpërblyese për me fitu një vetur. Te Petrol Company në Fushë Kosovë keni këto çmime. Çe telefonat apo? Alo. Mirë, faleminderit, kush po na pyet? Kush po na bërtet? Kush po na bërtet? M'fal, po. Alim bityti prej, se me ti ishtit. Okej, diçka I dyshim që kam ndokush, po se me kujna? Ku është dyshim? Jo, lidhja s'është e mirë. Çfarë do të bëje ndryshe nëse s'kishe pas frikë? S'ka, ç'është tani se s'poni? Them, është çka kishe bën ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Çka s'kisha bo, lojet? Çka s'kishe bo? Do më thonë s'kishe lënë sem pa bo? Çka s'kishe lënë pa bo? A e kështë lip numrin? Po! Edhe numrin ja kështë lip, Bravo! Ton, kalom shmirë, faleminderit shumë që na ke telefonu edhe pas një pasditjet mrekullueshme. Po, për ndryshe mundoni me posa, din kujdes kur të falni se ka pedini, edhe fëmijë që na ndëgjojnë, tani plus janë pushim, tash janë me gjyshe, tani e gjesin ata, I ngushtoni ata se jo na I sen. Çka është ajo gjyshe? Alo. Gjyshe. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Meha. Ku je brene? Ç'është penja? Meha. Ai jeni një çështje. Mirë, faleminderit me. Çka kishe bën ndryshe nëse s'kishe pas frikë? Vara kompost, marak, po për nësijës tutna, ato par, po loqa që qojnaj. Po? Qilin. Po thash ai litari, po. Po, aty kompost, sepse kur të shoka një herë... A ki probleme unoza? Valha, kohë në fundit pak po se ju. Ti qëtë më ven komplet, pit parës derit pit të nishit të 18. Edhe luktin nëse se ki bashkë Po, nëse tu ka prish, që s'po asim ju. Ta ndreq. Luktin e kom një shumë. Ej me, për që ta e përmena unë ma herët, po s'deshta me hin detaje, që thash e kom provu me mposht frikën e lartësis, I kom hyp në bërë këto... Kjo është adrenalin. Lojrat, do me thonë, mbi 100 metra, edhe... Ulshu. Nuk di as me ta spjegu, do me thonë. Edhe brenda ditës, do me thonë gjitha Prej asoj dite, do me thonë lastik as qëropave s'julen. Nuk di as me ta spjegu me fjallë, definitivisht. Jo adrenalin, ajo është, do me thonë, ku me di sa herë zamra më kanal. Aje hyp në ato prenat e shpeshtë? Ka më thonë pare, se pare tu fort. As thash pare, as nuk më dhanë pare, po hypa. Nuk të zaj me hyp, duko. Ja, qëre, jem shumë e lumë të që I kom provu, se jem kur shumë frikacake në këtë aspekt, po më jenë mirë që I kom provu. Vjen me mu, lidhëm bashkë, ta kopi dorën, edhe veç qështy. Mos tani. Po ti po nalësie, bre. O, s'ka lidhjo me. S'ka lidhjo me. Janisi. Dhe të putë ata pa, isin gjia të plejsan. Po lëtë këputët që a kime po. Ku me ditë ku bjen. Haj, bre, ti se që këputës. E provon edhe parashutë një kësisht. Që këputës, po, e shëm parashutë. Banes me konash. Janis me menua ashtu se kësha provu as njënën. Nëjse që po kalzojnë vjenë në prater, du me thonë, I kom provu ato matë qia që kanë egzistu. Kur qas është? Edhe mo. A ke hyp? Që a ke hyp? Kur gjës është? Me parashut im qu, ku m'hypim qu me parashut e ku m'grellas. E ka rëzu aeropionin, se kë ka pështu. Nejse, hajde edhe një telefonat, se ku du mi të regu për Rubinin. Ja, trekona për Rubinin. Qati ku kem në Albin, në katin e dytë, e keni showroomin e Rubinit, për ju që përdoni me bled stoli nga Ari ose Diamanti, I certifikuar është fjala. E keni në Albin katin e dytë, në qendër të Ferizlajt, e keni në 2 lokacione edhe në qendër të Prishtinës. Ferizaj. Bash pas na po sef me pon qëtë moment pionën. Ku, qëfar momenti? Atin Alta? Kom video, ti shmë stani. 049978 kisha pas qef me qëllu aty. Se të diqysh në video të rem. Kolon e qatë për me shku të qasë e autostradës në Fushë Kosovë. Nga do të dhe njëherë për me ndrejtë nuk ka ronë vetë. Definitivisht, kur jam këthy prej kësaj dite, do me thonë, unë e kom probleme me fët. Sigurisht nga qetësia që e kom tregu. S'ka bërtitis. Kolon nga Slatina deri të qasë e autostradës në Fushë në Bresja, ku është. Kolon të qasë e Çaglavicës, po se asane as knedi, që është se si në gjystë është.
Edhe ngarkuar është pjesa rrugës Agim Ramadani nga udhkryqi i Menzës te komuna. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Dautin nga Frezoj. Daut, si kalon? Mirë me juve, jo si po kaloni. Mirë, faleminderit Daut, çesh këtu. Qërë për herë të parë. Po, pe vrej që je për herë të parë. Po për herë të parë se kom provu më herët, ju kom këshirë. Apo dham? Që për herë të parë, tash e mora lidhje. A ke pas frikë që s'na ke telefonua, çka ka qenë puna? Jo, vëllai, s'kom pas frikë hiç, po. Tani e Hajt sot, hajt nesër. Subajke, po vishtuj subajke, si ke shqiptar. Subajke, be, s'po bot. Se ajo Barcoleta e zeza i në gjykot, para gjykot. Hajt sot, hajt nesër. Po, hajt sot, hajt nesër. Shkajt i bon kur gjon valla, po pse? Se s'po vje, po s'po bohet, bradën. Qështu do pun po dalin. Hajde tregom qa kështë bo nëse ndryshe, nëse s'kishe pas frikë? Mës me pas frikë, unë e kësha thy një bon, ke kësha bo të pare. Qitë mesazh nga ka që Berati më herët që vetë ke edhe Fiona, thashe kum prit diqysh përgjigjen e para dytën. Po, shka me bon që frika që... A është e vërtet që se cilit person a mu më do këtë që ashtu I ka shku mendja dina i farë momenti kur u kon kesh me thonë mësë mu më pa kërkush me me te kap një thes të vogël që aty e me dal jashtë mi kry do pun. Po dhe që është mi kry do pun. Qërë, me marrë mundësia me hiterin bank, nuk e kësha po këta. A jo? Tjetër qka kësha po? Qa i këshe qua dhe do ma shumë, jam këshe la. Delete kredive. A qka jetë, po qa jo e njëjta? E njëjta është? Po si kësha marrë pare, veç që aty brenda sistemit. Po thuj, veç ishe ite sistem. Kisha pështu, mëre. Jo, mëse s'u këshe pështu, këshe marrë qofë se si mësuna ashtu me nejt. Këshe marrë tjetër tani. Veç që kësha po vetën diçka si o mirë. Po më dhajmë këtu, po më dhajmë atë. O Daut, të përshëndes të folja krejtë të rizojt. Hajde të përshafojmë, falimderit shumë. Ton, kalosh mirë. Po, na më qafëm kështë e mora, din për para menoj vetën që shre njeri pak të dhe vjetë. Qfar jetë e ka, qfar të gjumë e ka. Nëse me thonë që të shkoj menja, din. O, mirë ty që të ka shku të menja. Shumë mirë. A me që ato se unë vynë mua, për t'ja qoj venin, a krediti le të eca. Nëse, uj rrugove ka të që të shkoni me veti, mos harroni me marrë uj rrugove, edhe në qfar të rasti, edhe kur të frigoni, po pak uj rrugove, edhe që shtajmë, a dhe në që i bojnë kështu kur të frigoni jashtë, a se dina? Veshina? Po veshin, që ta do vash? Do të këryme, do të ngreme. Po i kjena një 3 opa për para, 3 për mas, di shka bojna. Ej, dhe veni të vesh me hime pana i serial turk. I vrenë që do me thonë... Njëjtat? Mos tom 100%, 99% të sjelljeve, traditave, i kemi shumë të trashëgume prej tyne. Qëre, mërë një foto prej Fatonit për na tregon për pjesën nga... për një qasë udhkryqit katedralës që është ngarkuar nga bulevardi Bill Clinton edhe peshon një vetur BID për ndryshe nëse veç doni me fitu një vetur til ju duheni me shku me ble diçka nga produktet Midea që do që keni nevoj por për juve që doni me pas një kondicioner të mirë një pomë termike se tash po vjen dimri edhe doni me kursuj energji elektrike zgjedhni gjithmonë pompa termike ose kondicioneret Midea që janë me inteligencë artificiale dhe ju kurqen 30% ma shumë energji elektrike se sot të tjera, ju kur qenë. Po, që në gjithë është, në të kalzova. Vish për të qa kur po mdo. Vish për të qa kur po mdo. Na kur qenë, ti prego. Energji në elektrike, po, se... Mideja. So këteva nga Italia. 049978978 Zdia, jo, s'pas kem po, jo s'kena. Pak jem kuqimtar. Kurqen? Pa kurqej, ne, pa kurqej. Që mund është mi përshëndet të gjithë se s'pas kem koma shumë? Harrova krejt u kesh do me thonë. Na ka ardhur një emër sot, na ka ardhur një emër, na ka shkruajt një zonjë që ka kërkuar me bo eho të gjirit falas që po i dhuron Kosova Job. Kështu që edhe nëse është edhe sot i interesum dikush, mujna edhe një emër tjetër me shtu në listë. Kështu që në pjesën e dytë kena më siguru me i prit mesazhet e juaja 049-978-978. Edhe njerë eho të gjirit falas do ta bëni në njërën prej klinikave private në vendin ton, që Kosova Job ka vendos me sjell si dhurat për dëgjuesit edhe shikuesit tanë, kështu që siguroni me na shkruajt. Pjesën e dytë pastaj ju kontaktojmë edhe ju tregojmë që e kemi pranu mesazhin, konfirmohet ose jo. Faleminderit shumë për sot, për një ditë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë Jeta Baholli Hair and Makeup. Vazhdoni që ndroni me ne se në pjesën e dytë ti prego do të jemi bashkë edhe për një orë tjetër. Gjithsesi. Duke kërcyer nga pak. Duke kërcyer ka pak aty këtu. Mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë, s'keni nevojë për me pas frikë. Me hap shumë dashni. Deri nesër, paqet plot shëndet.